Jemi në xhuman e 24 me radhë duke fol për një temë shumë të ndihshme. Për një temë që më varet suksesi dhe ardhmja jonë, dynjaja dhe ahireti ynë, ajo është familja. Ne sot kemi përzgjedhur një temë më specifike për familjen, duke quajtur një martesë e mirë krijon një familje të mirë. Jemi në sezon vere, ku i presmi dhe po i presmi gjithë gurbetçarët që ju dëshirojnë mirë se ardhje dhe lutëm që Zoti t'i ruan, t'ju jep shëndet dhe t'u mundsoj t'i kalojnë ditët më të mira në vendlindjen e tyre, në vendlindjen e prindërve, gjyshërve tyre, të kënaqen me të mirat e këtij vendi, t'i shijojnë këto mirësi që na i ka dhënë i Madhi Zot, mirë po edhe kanë punu dhe po punojnë njerëzit e ndershëm. Të dashurit e me, familja nuk fillon kur lind fëmiu i parë, por familja fillon atëherë kur zgjedhet bashkëshorti apo bashkëshortja. Atëherë fillon familja. Në Islam një martesë e menduar mirë nuk është vetëm zgjidhje e zemrës, por është zgjedhje e mendjes, është zgjedhje e fesë, është zgjedhje e moralit dhe është zgjedhje e përgjegjësisë. Kush ja qëllon në martesë, ja ka qëllu në dynja dhe në ahiret. Zoti na rujt nga pakujdesia, nga hamendja, nga mashtrimi, kush ka bërë një përzgjedhje jo adekuate, e humb dynjan, e Zoti na rujt, mundet me humbën edhe ahiretin. Allahu Gjallëshanuhu e ndërtoi shoqërinë mbi themelet e familjes, ndërsa familjen e ndërtoi mbi themelet e martesës. Mbi themelet e martesës ndërtohet familja. Nuk ka investim më të madh për jetën e kësaj bote dhe të botës tjetër se sa zgjedhja e bashkëshortës apo të saj, se për bashkëshortin që ja bën një zgjedhje të mirë. Nuk ka sukses më të madh, më të mirë dhe vendim më të madh për dynjan. Shumë njerëz kalojnë muaj. Shumë njerëz kalojnë muaj duke zgjedhur një shtëpi. S'po më pëlqen që kjo e kish dritarën kështu hymje, me muaj, derisa e bën përzgjedhjen e një shtëpie. Me muaj e me javë, derisa ta bën përzgjedhjen e një makine, një veture, që don me ble për vete dhe për familje. Sa tregun shkon. Vesh në internet rren duke lypën do thot vetura, derisa ta bën përzgjedhjen adekuate. Ndërsa për të përzgjedh njeriu e jetës me të cilën do ta kaloj tër jetën, ndonjëherë po i mjafton me disa biseda, me një pamje vizuale të jashtme, dhe me një emocion të çastit. Vendosa, u fejova, u martova, gabim. Sot fatkeqësisht po shtohen divorcët. Po shtohen divorcët. Sot jemi në dy ekstreme. Po pakohen fejesat e martesat, e po shtohen divorcët dhe ndarjet. Po shtohen konfliktet familjare. Po shtohet mungesa e edukimit të fëmijëve dhe largimi nga vlerat islame, fetare, morale, kombëtare e mbi të gjitha njerëzore. Shumë prej këtyre problemeve nuk fillojnë pas martesës. Nuk fillojnë pas martesës, por fillojnë para saj, para se me u martu. Në moment kur martesa ndërtohet mbi kritere të gabuara, fillojnë problemet dhe telashet.
Fillojnë problemet dhe telashet. Prandaj Islami nuk na mëson vetëm si të jetojmë në martesë, por na mëson se si ta zgjedhim atë. Si ta zgjedhim, o ti djali i ri, dhe o ti vajzë e re. Na mësojnë ulemaja këtij dinit islam, duhesh të dish për të gjithçka, edhe notat në klasën e parë, çfarë i ka pas, duhesh mi ditën. Pastaj me i thonë po, me ja falë nderin tënd, moralin tënd, edukatën tënde, formimin tënd, do të thot dikujt. Martesa nuk është vetëm bashkim i dy personave, por është bashkim i dy familjeve, shkollë dhe edukat për breza, vend ku ndërtohet besimi, morali dhe karakteri i familjes. Nëse martesa është e mirë, familja ka me kone qetë dhe e mirë. Fëmijët rritën me edukat, shoqëria për çdo ditë forcohet. Nëse martesa ndërtohet mbi pasione, mbi interesa dhe në pamje të jashtme, pa kritere fetare morale, pasojat shpesh zgjasin me dekada, me vite po zgjasin. Po si bre djallë ti e bone, vallaj hoqë u mashtrova bre, unë pëlqej farte, 1,78 cm. Dashurit e mi, nuk duhet kriter i përzgjedhjes vetëm ana e jashtme, duke mos e mohu absolutisht. Mirë po mas pari prejardhja, karakteri, formimi, vizioni saj për jetën, sikur që edhe aja duhet përket një përzgjedhje për djalin. Në kohën e sodit vërejmë një fenomen shqetësues. Shumë të ri kur të zgjedhin bashkëshortin apo bashkëshortën pyesin: a ka pasuri? A jeton jashtë? Çfarë veture ka? Sa ndjekësi ka në Instagram, në Facebook, në TikTok apo Twitter? Sa ndjekësi ka? Por rrallë ndëgjojmë: a ishe i namazit, a ishe namazit ajo? Si është sjellja saj, apo e ti? Si është morali ti, apo i saj? A respekton aja prindrit e vetë mas pari? E ky djali, a i respekton mas pari prindrit e vetë? A është i ndershëm apo e ndershme? A do t'jetë prindi mirë kë për fëmijët e mi? Apo kjo, a do t'jetë nonë e mirë për fëmijët e mi? Ja, këto biseda nuk po bisedohen. Këto janë bisedat imediate. Dhe këto janë bazike, dashurit e mi. Bazike. Shumë martesa sot ndërtohen mbi emocion të çastit dhe jo mbi parimet e përhershme. Shpesh kriteret fetare, kombëtare, njerëzore po konsiderohen dytësore. A behoq, fetare, kombëtar, pa le, u kry lufta. Ma bajken joni, u kry lufta, o gjëfeni. Pse a kombëtar du të më konë, vesh luft du të më kona. Ndërsa pikrish këto janë themelet që mbojnë familjen kur të kalojnë vite sprova. Kriteri njerëzillakut, kriteri fetarizmit, kriteri kombëtarizmit, këto e mbojnë të fort jetën e këtyre dyve. Dashurit e mi, bukuria mund edhe të zbehet me kalimin e kohës. Pasuria mund edhe të humbet. Pozita mund edhe ndryshoj. Por morali, feja, karakteri mbetën gjithmonë, kur nuk ndryshojnë ata. Për këtë Zoti Dhul Xhelal thot në Kur'anin fammadh: të këqenjet janë për të këqenjet, dhe të këqijat janë për të këqenjet, ndërsa të mirët janë për të mirat, dhe të mirat janë për të mirët. Sot më shumë njeriu, sa më shumë njeriu ta përmirësoj veten, aq më shumë meriton një bashkëshorte të mirë. A dënë me pas një bashkëshorte të mirë? I rije, halo, nështë asje përmirësoj veten.
edukoj vetën, formoj vetën, përkushtoj Zotit, përkushtoj familjes. Allahu komë ta sjell një bashkëshorte yll. Ama kur nuk ju përkushtosh vetës, kur nuk interesosh në formimin intelektual e imanor e ekonomik, mos pret. Hajna është ta fortuna, mundët më cilë diçka, mirë po lumëturi, jo do thot me e pasën. Për këtë dashurit e me krejt në fund, shiqani profeti Muhammed, alayhi salatu wassalam, se çka thot. Gruaja martohet për 4 gjëra, e para, për pasurinë e saj, për prejardhjen e saj. Këni po do thot, po unë si jam t'ja marr nonën, o fabrikës shka të shtin. Për prejardhjen e saj, për bukurinë e saj, dhe për fenë e saj. E në fund të jep vullën, për zgjedha ata që janë fetare, 2 durt kemi pas të lumtura. Për zgjedha ata që e beson se Zoti është duke e përcjell. S'ka më ta humb moralin, s'ka më ta humb pasuninë, ka më ta edukuen familjen, ka më ta nderu familjen, ka më të bo që ti me undi gjithmonë bës, dhe gjithmonë i disponueshëm, dhe gjithmonë i pashëm dhe i gëzuar. Profeti Muhammed thëjke, kur t'ju vi dikush, kur t'vjen i mësit, me ja u kërku dorën e vajzës t'juj, kur t'ju vjen dikush, mas pari ju vjen edhe pyetni për fejnë e tina dhe moralin, cilin jeni të knaqër, martojeni. Sot është problem edhe disa fetar, babalar, jepja mërë sa është fetar, djali mirë është komtar, është njeri familjar, hoq ku punon, sa pare i ka në bank, qëfar ke rivëzit, qëfar shpije ka, a jeton me prind, apo pa prind, mani mëre, Zoti po thot Muhammed Mustafaja, është i lidhur me Zotin, po, vallai jep një akti, pse? Nëse nuk e bëni këtë, do të ketë sprova dhe prishje të madhe në tokë. Aliu radiallahu anhu nuk ishte pasuni, por Muhammed Mustafaja ja vlerësoi moralin dhe fejnë dhe besimin e tij, e martoi, ja dha vajzën Hazreti Fatimën. Mirë, po nga këta 2 lindën Hasani dhe Huseini, që do t'jenë ata 2 prisit e rinijës në xhenetët e të madhit Zot Dhul Xhelal. Khadijja, para shpalljes, para se mu bo Muhamedi profet, e martoi Muhamedin alayhi salatu wassalam, për shkak besnikërisë, moralit dhe ndershmërisë që e kishte Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ibn Qayyim i thot, kush neglizhon zgjedhjen e bashkëshortës së mirë, ai ka neglizhuar një nga shkaqet më të mëdha të lumturisë ose mjerimit të jetës. Kush neglizhon për zgjedhjen e bashkëshortës mirë, s'ka kur far kriteri. Ai ke po janë po thot, veç inshallah femën më qellon hoç. Kur far kriteri. Ky ja ka bo për hajrë vetës, mjerimin e jetës ja ka bohen. Hasan el Basri u shpyt një dit, tha, kujti ja jap vajzën time? U shpyt, su ku na pysin, kujna me jadhon vajzën time? E tha, martoje me atë që ja ka frigën Zotit. Pse? Nëse e don, gjithmonë do ta nderoj, edhe respektoj. Po nëse do t'i filloj me i mungu dashuria, kur nuk ka me i bon zollom dhe pa drejtësi. Abdullah ibn Mesudi thot, njeriu duhet të zgjedh me kujdes se kujt i ja beson fen, nderin dhe familjen. Dashurit e me, zgjedhja e gabuar mund të sjell vite pendimi. E keni po, dikush që më tha njani, hoq tha një herë, nuk e kum dëgju babën tim, 42 vite kum vujt. Më ka thonë baba jam, mos e merr këta. Tha une kam fiksu mendjen edhe e kam marr. Pashat madhen Zot, mas 42 vite janë shkurërizu, edhe pse fëmit i kanë të martum, edhe fëmin e fëmive. Tha një herë nuk e kum dëgju babën, 42 vite mjerim. O i rini, ndëgjani prindërit,
se janë modeli më i mirë për mu të ndëgju. Këta kanë diplom të jetës, këta kanë kritere të jetës, këta kanë kaluna për sfida të shumta, këta e kanë kalu edhe moshën tonë e kanë kalu, dhe e din çka kërkon jeta, baba dhe nona e kanë me bon për zgjedhjen më të mirë për vajzën a për djalin. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin.